Kush është kundër? Kush abstenon? Në bazë të rezultateve që kemi marrë, më duhet edhe njëherë t'ju kujtoj se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese numri 119, thye për 14.28 i obligon deputetët të votojnë për, votojnë kundër, të abstenojnë, por jo edhe të mos votojnë. Në bazë të atyre që kanë votuar, kemi 56 deputet që kanë dhënë votën për, një është kundër dhe asnjë abstenim. Seanca ndërpritet, shihemi me 9 maj në orën 10. Arden prap ki punë.